të cilës turpi më i madh ishte që Greku kërkon që të regjistrohen shqiptarët që kanë marrë shtetësi greke, në shtetësinë greke të regjistrohen si grekë në Shqipëri. Kjo është një parapaskenë shumë e keqe, akoma më e keqe, sepse kjo është shitje territori në mënyrë të moderume. Shitje territori në mënyrë të moderume. Ajo që u dha minoritetit grek, që ishte një gjë tjetër e keqe, që u dha toka, ju dha në pronësi, dhe ju dha e drejta pastaj, me i dekret, ju dha e drejta që atë tokë ta regjistrojnë kadastrat greke. Tashmë po kërkohet që shqiptarët të regjistrohen si minoritet në Shqipëri dhe e gjithë pasuria e tyre të kalojë në kadastrat greke. Kujdes, është shumë e vështirë. Qoftë edhe për ta kuptuar, është pak e vështirë. Pra një shqiptar që prej vitesh jeton në Greqi nga Mirdita, po e marr si shembull, i bie që kthehet minoritet grek në Mirdit. Po. Dhe caktoi edhe numrin 200.000. Dhe kryeministri ynë nuk dha asnjë lloj ndihmë për këtë. Për këtë kërkesë nga doli, si doli. Si doli kjo kërkesë, nga doli. Nga çtavolin, nga bisedime doli. Se asgjë nuk lind në moment. Ju si mendoni, do ta pranojnë në fund qeveria shqiptare? Mos harroni se kur bëri Spiro Pali një vizitë para ca kohësh, kur ishte ministri i jashtëm në Greqi, ju deklarova që Spiro Pali ka vajt për detën dhe gjëra të tjera. Dhe doli që Spiro Pali vërtet pas ka dalë për detën dhe këto që po deklarohen sot. Por Spiro Pali në atë kohë nuk i tha. Pra, ka dorë të kjo? Po patjetër, mëse këta janë gjithë manikinat e Ramës. Nuk bëjnë këta në kokë të vetë. Këta do bëjnë çfarë thotë Rama. Dhe unë jo më kot e kam quajtur ky ka ndërtuar mafian shtet. Se nuk ja kam vënë kot këtë lloj emërtimi. Dhe këta janë ata të cilët shkojnë, bëjnë bisedime, takime, pikërisht për të dërguar mesazhet e tij. Ato çfarë Rama ju shkruan. Ata lexojnë atë. Nuk lexojnë gjë tjetër. Se nuk mundet të kur është përvoja e Spiro Palit për qenë ministre i jashtme, koka diplomacisë, Fajkonica. E kupton? Ku çojmë ne Fajkonicën e degenerojmë fare? Ku i qisim përballë Spiro Palit? Apo këtë që është sot, ky tjetri, që s'ka asnjë lloj lidhje. Bëjmë vetëm atë që ai thotë kryetari. Pra, diplomacia është politikë. Jo politikë, është e partisë. Pra, çfarë thot partia, çfarë thot kryetari është diplomat. Dhe për 35 vjet ne nuk kemi pas asnjëherë diplomat. Kemi pas thjesht funksionar partish. Dhe prandaj kemi arritur në këtë lloj pike. Ku sot 45% e shqiptarëve janë të larguar. Ky është ai programi i famshëm i atij globalizmit, Sorosit, që këta nuk guxojnë ta përmendin. E përmendin nga herë kështu si fjalë. Por veprime konkrete nuk kanë bërë kurrë. Nëse ju kujtohet, kam thënë një herë në emisionin tuaj që Partia Demokratike do të bëjë një kërkesë bashkisë për të hequr Sorosit titullin qytetar ndër Tiranës. Dhe nuk e bën. Para vitit duket të kemi bërë të bisedë. Dhe nuk e bën. Dhe nuk e bën akoma. Dhe i thot vetes Partia e Djathtë. Nuk kanë mundësi të bëjnë një qëndrim. Qoftë edhe kundër Amerikës. Qëndrim kundra jo në kuptimin ta kundërshtosh, që unë se kam ta kundërshtosh. Problemi është që ti për një veprim që bëth u jo vlla, nuk jam dakord për këtë se është 1 2 3. Jo. Këta ngren kartonin gjithë. Këta nuk patën turp, bën ligj nominal me emër të Ramës. Për bord. Që Rama është pjesë të Bordit Paqes. Dhe këta ngretën, opozita ngreti kartonin. Ishte turpi më i madh. Po, zoti Merkosi. Përdoret dhe gjithmonë në 35 vjet është bërë kjo loj. Në 35 vjet është bërë kjo loj. Është përdorur emri Amerikë për të mbyllur çdo gjë.
Që ti nesër, nëse do ta kundërshtosh, do thotë ti je anti-amerikan. Pra, këta që kanë qenë gjithë jetën, që kanë kundër Zotit tjerë. Apo që kundër Zotit ke marrë çdo gjë. Kam dhe diçka të fundit me që e hapëm temën e asaj që po ndodh në Pashaliman. E shikoni ndoshta si dorë të Greqisë si lobim për të larguar turqit nga aty? Jo vetëm turqit, edhe italianët. Jo, italianët erdhën, pa kanë fjalë për të larguar turqit. Më mirë italianët se turqit për ta. Kanë ardhur akoma, jo, mos kujtoni se marrëdhëniet e Greqisë me Italinë janë të mira. Ju duket sikur janë të mira, nuk janë të mira. Nuk janë të mira sepse italianët kanë një pozicion tjetër. Shifeni edhe në luftën me Iranin. Italia ka dalë kundra, Greku ka hapë gjithë bazën. Mos e shifni se ka kontradikta në mes shteteve. Nuk është kaq e thjeshtë dhe nuk do të pranoj kurse si Italia që të ngre një kat tjerë ndërtim anijesh dhe komshit këtë Grekën. Me një gazsjellës apo një X apo Y gjë, e cila dëmton pikërisht pjesën ushtarake. Sepse edhe kur ndërtohet një pjesë ushtarake ka një distancë, perimetër quhet, një perimetër sigurie, dhe nuk mund ta lejojë ai këtë. Pra ne tha që ka konflikte. Përveç pastaj, Turku që ka investuar, janë investime aty tash. Tash do kthesh investimet mbrapsht. Si do bësh? Pra ne thash, është kostoja që do paguaj shqiptarë. Pra ne thash, kjo marrëveshje u dha 6 miliard dollar investim, por ne çfarë do bëjmë? Do fitojmë apo paguajmë? Në këtë retorikë është që ne duhet paguajmë, se do paguajmë kostot. Dhe fitim s'kem. Por u shit si një marrëdhënie shumë e mirë e Ramës me Trumpin, apo administratën e Trumpit. Pra, ne nuk bëjmë një politikë kombëtare, sepse këta kanë frikë ta përdorin edhe termin nacionalist. Që duket gjë e keqe, se këta duan globalizmin, duan internacionalizmin, ta nuk njohin kufi. Për momentin duket se gjitha rrugët shojnë Vlorë. Zoti Merkoçi, unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit edhe juve. Të jam mirënjohës për mendimet që ndat me publikun tonë. Të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju.